Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një konferencë për mediat këtë premte, ka folur për reformën territoriale. Sipas Berishës, mazhoranca kërkon të heqë 15 bashki dhe të ketë në dorë vendin me qëllim shpopullimin. Natyrisht në 14 vite nuk zhbëhen dot ajo boshatisje e madhe që ka ndodhur, ajo braktisje e madhe që ka ndodhur. Por një hap i rëndësishëm edhe drejt ripopullimit të zonave të devastuara, drejt ripopullimit tyre duhet të jetë reforma territoriale. Edi Rama e kuptoi se e ka betejë të humbur. E kuptoi se reforma territoriale ka ngjall një pakënaqësi të madhe. Dhe se kudo që shkuan në konsulta, u mbështeten sugjerimet dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike. U tërhoq në mënyrë të njëanshme. U tërhoq në mënyrë të njëanshme, të padej, paraqitin parlament një raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund paraqitej kur në parlament, dhe e publikoi atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heqë edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, në vendin që 80% të sipërfaqes e ka male dhe kodra, ta përqendroj në pllambën e tij të zezë të dorës, vetëm e vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi e të tjerë. Ndër të tjera, kryedemokrati u shpreh se PD ka bindjen se Edi Rama nuk pranon asgjë që lëkund apo cenon sadopak pushtetin e tij. Mëtej Berisha theksoi se qëndrimi i opozitës është të hartojë dhe paraqes para shqiptarëve kodin zgjedhor më të mirë dhe të standardeve ndërkombëtare më të mira.